Ministres së Brendshme Gordana Jankullovska i pengon përdorimi i gjuhës shqipe edhe gjatë solemniteteve të ndryshme. Për të, gjuha shqipe vazhdon të jetë gjuhë e huaj. Një skandal i tillë ka ndodhur mbrëm në një pritje solemne që u organizua me rastin e shënimit të 6 vjetorit të themelimit të qendrës për menaxhim me kriza. Drejtori i kësaj qendre, Zulfi Adili, fjalimin e mbajti në 2 gjuhë, shqip dhe maqedonisht, ndërsa kishte përkthim edhe në gjuhën angleze, për shkak të prezencës së përfaqësuesve të korit diplomatik. Qytetari predstavnici në vllatin e Republikës Maqedonie. Të nderuar përfaqësues të qeverisë të Republikës Maqedonisë. E befasuar nga kjo paraqitje e drejtorit ose nga emocionet momentale, Ministri e Brendshme Jankullovska reagoi duke e quajtur gjuhën shqipe gjuhë të huaj, ndërsa shqiptarët prezent aty si të huaj. За разлика от директорот кој се обиде и да приведе на дел од странските јазици на странските представници кои се денес присутни, јас ќе го оставам тоа на преведувачот и верувам дека нема да замерите, бидејќи ве има како представници од многу странски држави, што преводот ќе оди само на англиски јазик. It's a special honor for me to be here as a representative of the government of the Republic of Macedonia. And you will excuse me because I will only speak in Macedonian and I will leave it to the interpreter to translate the foreign languages. I have intervention. I said that I will speak only in Macedonian because unlike the director, I cannot speak all the languages of the foreign representatives, and he interpreted in just one, and since I'm not able to interpret in all languages, I think if we use the foreign language, it's most appropriate to use the English one, but the most important thing is that we greet you all and we understand each other. Thank you. Ky është vetëm një nga rastet e shumta që dëshmon për injorimin e përdorimit të gjuhës shqipe nga ana e zyrtarëve të lartë shtetëror. Të gjitha vefaqet e ministrive që drejtohen nga ministrat e Maqedonas janë vetëm në gjuhën maqedonase, madje edhe ato që ishin në 2 gjuhë kur ministrat ishin shqiptar, tani janë vetëm në gjuhën maqedone.